Rreshtit e Dëborës kanë përfshirë gjithë Veriun dhe juglindjen e vendit duke shkaktuar probleme për sa i përket qarkullimit në zonat e thella malore si dhe ndërprerjet e energjisë elektrike. Në qarkun e Shkodrës, në disa segmente të rrugës së Iballës, situata paraqitet e rënduar për shkak të sasive të mëdha të dëborës në rrugë, ndërsa rruga Boktheth është e hapur, por kërkohet kujdes në lëvizje dhe përdorimi i gomave dimërore. Edhe në qarkun Dibër, rreshtit e Dëborës shkaktuan probleme të shumta. Rruga e Arbrit u bllokua për disa orë, ndërsa rruga që lidh Matin me atë të Arbrit u bllokua si dhe pati aksidente. Një automjet përpaksa nuk përfundoi në banesën e familjes Doka në fshatin Fshat. Para se nuk ish muri, atje në borë kanë ra makina. Me ditë veç kur shof, vje kamioni me 80 tu. Sa nuk vjet me rujt makinat për ditë. Në Korç, firmat kontraktore punuan gjithë natën duke mbajtur të hapura të gjitha akset rrugore nacionale, përfshi ato të Qafthan Kapshtic. Kalimi pa probleme bëhet edhe në rrugët e fshatrave turistik të Dardhës, Voskopojës, Vidhkuqit si dhe akset rrugore Zëmbla, Goric. Po ashtu rreshtet e dendura që kanë rënë gjatë të dielës kanë shkaktuar probleme serioze në disa zona të qarkut të Elbasanit. Situata ka qenë më problematike në bashkitë e Librazhdit, Prenjasit, Gramshit, ku rreshtet kanë shkaktuar vështirësi në lëvizje.